Ngjyra portokalli dominonte para pallatit të kulturës në Tetov. Aktiviteti ishte në humor të mirë festiv dhe i lyer me ngjyrën portokalli, ngjyrën kombëtare të Holandës dhe mbiemrin e familjes mbretërore Van Oranje. Gjatë kësaj dite, siç thon organizatorët, bashkëdyzohen dhe aktivitete tjera. Tekst të veçantë vendoset në projekte që mbështeten nga Ambasada e Holandës në Shkup, ku në fokus janë të rinjët dhe aftësimi i tyre për tregun e punës. Kjo, në fakt, shkatësimi të rive për tregun e punës ka qenë edhe objekti i trajnimit ton që e kemi realizuar në kuadër të projektit që quhet Next Gen Career Up dhe që mbështetet nga vetë Ambasada e Holandës. Dhe këtu vlen të përmend që ky trajnim është zhvilluar në mënyrë paralele si në Shkup ashtu edhe në Tetov me studentë nga pothuajse të gjitha universitetet e këtyre dy rajoneve me një numër të konsiderueshëm të pjesëmarrësve që tregon në të njëjtën kohë edhe interesin dhe nevojën për aktivitete të këtilla, gjithsesi për ndërlidhjen e të rinjve në tregun e punës. Të gjithë këtë aktivitet, por dhe frymën e festës holandeze me nga afër e ndiqte dhe ambasadorja e Mbretërisë së Holandës në Shkup, zonja Ozlem Xhanel. Ajo bashkëbisedoi me të rinjët për tema të ndryshme dhe ishte pjesë e debatit. Tashmë është shndruar në traditë që edhe në Tetov të festohet Dita e Mbretit të Holandës, e cila që nga viti 2014 festohet më 27 prill si ditëlindja e mbretit Willem Alexander.